Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Demokratike ka reaguar ashpër pas promovimit të Florencë Dokës si kandidat kryesor i Partisë Socialiste për drejtimin e bashkisë CERIK në zgjedhjet e 9 nëntorit, duke e akuzuar për përfitime të palishme dhe konflikt interesi. Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj promovimit të Florencë Dokës si kandidat kryesor i Partisë Socialiste për drejtimin e CERIK-ut në zgjedhjet e 9 nëntorit. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vajgjeli ka akuzuar Dokën dhe struktura drejtuese të bashkisë CERIK për përfitime të palishme dhe konflikt interesi. Sipas Vajgjelit, kompania në pronësi të Florencë Dokës ka përfituar fonde publike nga bashkia e CERIK-ut. Kjo kur Doka mbante dhe postin e sekretarit përgjithshëm të kësaj bashkie. Familjar në pronësi të Florencë Doka, i cili mbante njëkohësisht edhe detyrën e sekretarit të përgjithshëm pranë kësaj bashkie, ka përfituar fonde publike nga e njëjta bashki. Konkretisht, kompania Melius SHPK e regjistruar në vitin 2022, sipas pending data, është kontraktuar nga bashkia CERIK për blerje pajisjesh dhe orendish, organizim evente sociale si dhe blerje shërbimesh apo mallrash të tjera. Në vijim, Partia Demokratike thekson se në dhjetor 2023 kompania në pronësi të Dokës u shpall fituese e një ankandi për përdorimin e një fondi pyjor në zonën e Mollas për një sipërfaqe prej 5 hektarësh me një kontratë simbolike prej vetëm 600 euro në vit. Ky është pra në thelb vizioni i shpallur për zhvillimin e bashkisë CERIK sipas Partisë Socialiste, përfitime private në emër të zhvillimit publik. Partia Demokratike bën thirrje qytetarëve të CERIK-ut që të reflektojnë përpara ditës së votimeve dhe të mos lejojnë që drejtimi i qytetit të kalojë në duart e atyre që sipas saj shfrytëzojnë pozicionin publik për interesa private. Revolta e kreu të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazvend Bardhi në seancën e fundit plenare mund t'i kushtojë atij përjashtimin për 30 ditë nga punimet e kuvendit. Komisioni i Etikës do të shqyrtojë të hënën kërkesën e socialistëve, të cilët e akuzojnë Bardhin për shkelje të rënd të rregullores dhe etikës parlamentare. Pas debatit të ashpër mes përplasjeve verbale me kryetarin e kuvendit Niko Peleshi, e cila e çoi në ndërprerjen e seancës plenare të së njëjtës, Gazvend Bardhi rrezikon dëshkim disiplinor. Komisioni i Etikës do të mblidhet të hënën në orën 9:30 për të shqyrtuar kërkesën e 14 deputetëve socialistë që kërkojnë përjashtimin e Bardhit nga kuvendi për një muaj. Në kërkesën e firmosur prej tyre, Bardhi akuzohet se ka ndërhyrë në mënyrë të përsëritur gjatë fjalës së kryeparlamentarit me tone agresive dhe me fjalë fyese, çka sipas shumicës përbën shkelje të rënd të rregullores. Përplasja në sallë ndodhi gjatë raportimit të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, ku Bardhi kërkoi që pyetjet të bëheshin drejt për drejt nga deputetët dhe jo vetëm me shkrim. Refuzimi i Peleshit për të ndryshuar procedurën solli tensione që kulmuan me përjashtimin e Bardhit nga seanca. Demokratët refuzuan që të largohej nga sallë dhe duke e detyruar kryetarin e kuvendit të kalonte çështjen në votim dhe më pas ta mbyllte seancën pa përfunduar rendin e ditës. Socialistët theksojnë në kërkesën e tyre se sjellja e Bardhit dëmton imazhin dhe autoritetin e kuvendit, ndërsa vetë opozita e sheh përplasjen si një akt të qëllimshëm për të kufizuar fjalën e lirë të deputetëve. Vendimi për ndëshkimin e mundshëm të Bardhit pritet të merret nga Komisioni i Etikës në mbledhjen e fillimit të javës së ardhshme. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Kamber Sulçen, i dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki në fshatin Salari të Tepelenës në 27 shtator. Prokuroria paraqiti prova që e lidhin drejt për drejt me ngjarjen dhe kërkoi mbajtjen e tij në Sheli, kërkesë që u pranua nga gjykata. Ndërkohë avokati mbrojtës kërkoi një masë më të lehtë duke cilësuar vetë dorëzimin e Sulçes si rrethan lehtësuese. Vendimi pritet të ankimohet në gjykatën e apelit. Gjykata e Gjirokastrës ka lënë në burg pa afat Kamber Sulçen, autorin e dyshuar të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki, ngjarje që tronditi fshatin Salari të Tepelenës me 27 shtator. Vendimi u mor nga gjyqtarja Entela Selmana, e cila pranoi kërkesën e prokurores Blerina Musabedhiu për caktimin e masës më të rëndë të sigurisë. Prokuria paraqiti në seancë të gjitha provat e mbledhura nga grupi hetimor që përfshin dëshmi, pamje filmike dhe ekspertiza balistike që e lidhin Sulçen me armën e përdorur në ngjarje.
Sipas akuzës, mbajtja e tij në qeli pa afat është domosdoshme për shkak të rrezikut të ndikimit në dëshmitar dhe prishjes së provave. Nga ana tjetër, avokati i mbrojtjes Arsenal Zotaj kërkoi një masë më të butë sigurie, duke argumentuar se klienti i tij është vetë dorëzuar në policinë e Gjirokastës 3 ditë më parë, çka përbën sipas tij një rrethan lehtësuese dhe treguese bashkëpunimi me autoritetet. Ai njoftoi gjithashtu se do të ankimojë vendimin e gjykatës brenda fatit ligjor në apel. Ndërkohë, nga hetimet paraprake të prokurisë rezulton se konflikti që çoi në vrasjen e 44 vjeçarit italian nisi pas një debati banal për dritat e gjata të makinës. Sipas dëshmive, autori ka qelluar fillimisht në ajër, më pas në drejtim të Sarkit dhe miqve të tij, e qërën Braçe dhe 2 djemve të tij, Gazmente dhe Daniel. Një nga plumbat goditi biznesmenin në kofsh duke i shkaktuar gjakderdhje të madhe që i mori jetën në vend. Hetimet për ngjarjen vazhdojnë ndërsa prokuria po verifikon nëse sulmi ishte i qëllimshëm apo pasojë një përplasje të momentit. Ngjarja që tronjiti komunitetin lokal dhe mori vëmendje të gjerë në Itali vijon të mbetet e mbuluar nga shumë pikpyetje. Hetimet për vrasjen e 35 vjeçarit Ramazan Mataj, ndodhur në 5 janar në Postrip të Shkodrës, ka zbuluar një skem të mirë organizuar hakmarrjeje. Arion Hasaj, një nga vëllezërit e arrestuar, ka pranuar autorsinë e krimit dhe ka rrëfyer në hollësi mënyrën se si e kishte mashtruar viktimën përmes një profili të rrem në rrjetet sociale përpara se ta ekzekutonte me armë zjarri. Detajet e reja të ronditse janë zbuluar nga dosja hetimore e prokurisë së Shkodrës në lidhje me vrasjen e Ramazan Matajt, ngjarje që tronditi opinionin publik në fillim të këtij viti. Sipas dokumenteve të siguruara nga grupi hetimor, Arion Hasaj, një nga 2 vëllezërit e arrestuar, ka pranuar gjatë marrjes në pyetje se ishte ai që kishte organizuar dhe kryer ekzekutimin. Ai kishte krijuar një adresë falso në Instagram duke shtirur si vajzë për të joshur viktimën në një takim. Për të bërë komunikimin më të besueshëm, Hasaj kishte paguar një vajzë rome që të dërgonte Matajt mesazhe zanore duke i dhënë sigurinë profilit të rrem. Në dëshminë e tij, para hetuesve, autori ka treguar se motivi kryesor ishte hakmarrja për motrën, e cila sipas tij ishte e përfshirë në një lidhje me Matajn. Marrëdhënia e tyre kishte shkaktuar tensione të forta familjare, përfshirë edhe shpërndarjen e fotove personale të vajzës, që sipas Hasajt kishin ndikuar në prishjen e martesave të saj. Në natën e 5 janarit, Arion Hasaj ishte shkuar në vendin e takimit dhe sapo viktima u afrua me makinën e tij, qelloi plot 18 herë me një pushkë 20-shë, duke lënë të vdekur në vend. Pas ngjarjes ai u largua me biçikletë dhe fsheu armën në oborrin e shtëpisë. Hetuesit zbuluan gjithashtu se Hasaj kishte tentuar të arratisej drejt malit të zi përmes pikës kufitare të Muriqanit, por u kap dhe u arrestua nga policia e kufirit. Në vijim, ai pranoi autorsinë e krimit ndërsa policia sekuestroi armën e përdorur, 16 gozhoja dhe municionin luftarak. Në dosje përfshihet edhe dëshmia e motrës së autorit, e cila pranoi se kishte patur një lidhje të vjetër me viktimën që nga viti 2018 dhe kishte denoncuar disa herë për kanosje për ndjekje, duke marrë urdhër mbrojtje nga gjykata. Ndërkohë, babai i viktimës, Fatmir Mataj, tha se djali i tij kishte treguar se do të shkonte të takohej me një vajzë nga fshati Drisht, por nuk ishte kthyer më në shtëpi. Ai mësoi për vrasjen përmes mediave. Prokuria e Shkodrës konfirmon se provat materiale dhe dëshmitë e mbledhura e lidhin drejt për drejt Arion Hasajn me ekzekutimin e Ramazan Matajt, ndërsa dosja ndaj 2 vëllezërve, Arion dhe Klisman Hasaj, është dërguar për gjykim. Një ngjarje e rëndë ka të nditur komunitetin studentor në Perugia, Itali, ku një 23 vjeçar shqiptar humbi jetën pas një sulmi me thik në parkingun e Universitetit të Ekonomisë. Hetimet e autoriteteve lokale janë në zhvillim e sipër për të zbardhur motivet dhe rrethanat e ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin studentor në Perugia, Itali, ku një 23 vjeçar shqiptar humbi jetën pas një sulmi me thik në parkingun e Universitetit të Ekonomisë. Sipas mediave italiane, viktima është identifikuar si Hekuran Cumani, i cili u gjeti pa jetë në orët e para të mëngjesit në parkingun pranë Departamentit të Ekonomisë me shenja të dukshme të gjakderdhjes. Hetuesit dyshojnë se ai është qelluar në gjoks me thik gjatë një grindjeje mes 2 grupeve të rinjve. Ngjarja ka ndodhur rreth orës së 2 të mëngjesit në një zonë që përdoret shpesh nga studentët dhe vizitorët e qendrës historike të Perugias. Parkingu është falas gjatë natës nga ora 19 deri në orën 07 dhe shërben si pikalimi për shumë të rinj që frekuentojnë lokalet dhe klubet përreth. Viktima kishte mbërritur në Perugia së bashku me një grup mish nga Fabriano. Pas vizitës në disa bare lokale, ata u ndalën tek Djeçi, një lokal i njohur me studentëve të kampusit, i cili ndodhet pranë parkingut ku ndodhi sulmi. Hetuesit po fokusohen te pamjet filmike nga kamerat e sigurisë dhe dëshmitë
mbledhura nga vendngjarja për të identifikuar autorin ose autorët e krimit. Pista kryesore të hetimit përfshin një grindje që mund të ketë nisur si konflikt i thjesht mes të rinjve dhe që më pas u përshkallëzua në dhunë, si dhe përfshirjen e mundshme të bazareve të drogës në zonë apo konflikteve që lidhen me klubet e frekuentuara nga studentët. Policia italiane po punon intensivisht për të identifikuar të dyshuarin dhe për të mbledhur prova shtesë që mund të çojnë në arrestime. Autoritetet kanë bërë thirrje për çdo dëshmitar që të dalë dhe të japë informacion, ndërsa hetimet pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës në vijim. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në komunitetin lokal dhe ndër studentët e kampusit, duke rritur shqetësimin për sigurinë e zonës gjatë orëve të natës. Një sherr banal për një porosi kafeje përfundoi në dhunë të rënë në qendër të Bushatit në Vahun e Des, ku një 56 vjeçar goditi me mjet prerës kamarierin lokalit duke e lënë plagosur rënd. Policia reagoi menjëherë duke arrestuar autorin e dyshuar dhe sekuestruar armën e krimit. Ngjarje e rëndu regjistrua në qendër të Bushtatit në Vahun, ku një konflikt banal për një porosi kafeje degeneroi në dhunë fizike. Sipas burimeve policore, 56 vjeçari Besnik Shkambi goditi me kosore kamarierin 39 vjeçar pas një debati të çastit, duke i shkaktuar plagë të rënda në kokë dhe thyerje të krahut të djathtë. Sherri sipas dëshmitarëve nisi pasi dyshuari u irritua që porosia e tij nuk ishte shërbyer në kohë. Në momentin e tensionit, ai mori kosoren që mbante në automjet dhe sulmoi kamarierin përpara klientëve të lokalit. Policia e Lezhës mbërriti menjëherë në vendngjarje pas njoftimit të klientit dhe bëri të mundur arrestimin e autorit, ndërsa mjeti prerës u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. I plagosuri u transportua në urgjencë në spital, ku po merr trajtim mjekësor dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë grupi hetimor ka marrë në pyetje disa dëshmitar që ishin të pranishëm në momentin e ngjarjes për të sqaruar rrethanat e plota të sulmit. Materialet e para të grumbulluara nga hetimet janë referuar prokurorisë së Lezhës, e cila ka nisur procedimin penal për plagosje të rëndë me dashje ndaj Besnik Shkambit. 6 muaj pas ngjarjes së rëndë që tronditi qytetin e Fierit, prokuroria ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatë 3 të rinj të akuzuar për dhunë ndaj oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Sipas dosjes të pandehurit, kanë goditur agjentët gjatë ushtrimit të detyrës së tyre zyrtare në prag të zgjedhjeve parlamentare. Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 3 persona pas incidentit të ndodhur në prill të këtij viti, pak para zgjedhjeve parlamentare, ku u dhunuan disa agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit. Të akuzuarit janë Ledian dhe Claudio Kaplanaj, nip të ish-deputetit Agron Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku. Prokuroria ka ngritur ndaj tyre akuzën e goditjes për shkak të detyrës në bashkëpunim sipas nenit 237 fraksion 3 dhe 25 të kodit penal. Sipas dinamikës së hetimit, ngjarja ndodhi në 15 prill, kur oficerët e BKH-s dhe të forcave operacionale ndodheshin në Fier për kryerjen e disa verifikimeve në terren. Ata u ndoqën dhe u ndaluan nga të pandehurit, të cilët pavarësisht se oficerët u prezantuan si punonjës policie, ushtruan dhunë ndaj tyre fizike për shkak të detyrës. Të 3 personat janë hetuar në masën e sigurisë arrest në burg dhe arrest në shtëpi, ndërsa tashmë pritet gjykata e Fierit të shqyrtojë dosjen dhe të vendosë nëse ajo do të kalojë në proces të plot gjyqësor. Pas incidentit, Byroja Kombëtare e Hetimit reagoi zyrtarisht duke theksuar se agjentët e saj po kryenin detyrën hetimore të deleguara nga SPAK dhe se u sulmuan pas një shkak apo provokim. Gjykata e Fierit pritet të vlerësojë nëse provat dhe akuzat e ngritura nga prokuroria janë të bazuara në ligj për të përcaktuar më tej përgjegjësinë penale të akuzuarve. Policia shqiptare ka vënë në pranga 2 persone në aksione të ndara për armbajtje pa leje. Njëri u ndalua në Tiranë teksa qarkullonte me armë zjarri në makinë, ndërsa tjetri në aksin Lezhë-Shëngjin si pasagjer i një taksie. Në të dyja rastet armët u sekuestruan dhe po dërgohen për verifikimet më tejshme. Operacionet u zhvilluan pas informacionit të marrë në rrugë operative nga shërbimet policore. Një 22 vjeçar u arrestua në Tiranë gjatë aksionit të koduar Confirmation të zhvilluar nga shërbimet e komisariatit numër 6 në zonën e kombinatit. Policia veproi pas marrjes së informacionit se i riu ishte duke qarkulluar i armatosur me armë zjarri gjatë ndalimit në rrugën Ilia Papa Nikola. Poshtë sediljes së makinës u gjet një pistolet e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin. Një rast tjetër ndodhi në aksin Lezhë-Shëngjin, ku forcat shqiponja ndaluan një 30 vjeçar i cili po udhtonte si pasagjer në një
taksi me një pistolet dhe 2 krëra. Arma u dërgua në Institutin e Policisë Shkencore për të bërë analizën dhe verifikimin nëse është përdorur në ngjarje kriminale të mëparshme. Të dy të arrestuarit janë vënë në hetim për veprën penale armbajtje pa leje. Materialet proceduriale për kacë u kaluan për veprimet mëtejshme nga prokuroria e rrethave për kacë, ndërsa policia vijon hetimet për të identifikuar nëse janë të përfshirë edhe personat e tjerë në këtë veprimtari të palishme. Policia e Tiranës arrestoi 2 të rinj, Deniz Brakaj alias Krasniqi dhe Elkerzi Braku në dyshimin se shpërndanin lëndë narkotike kanabis sativa në lagjen Xhan Fizekeka. Operacioni zhvillua pas hetimeve intensive të koduara stop. 2 të rinj, 30 dhe 35 vjeç u kapën gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet policore në ambientet ku dyshohet se shpërndanin lëndë narkotike në formë gjelatine. Gjatë operacionit u sekuestruan 8 pako me lëndë narkotike, rreth 802 gram kanabis të tjera dhe 3 armë të ftohta, të cilat do të përdoren si provë materiale në hetimet e mëtejshme. Policia e Tiranës po punon për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rrjet shpërndarje. 2 të arrestuarit pritet të dalin para gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë, ndërsa hetimet vazhdojnë në bashkëpunim me prokurorinë dhe dokumentimin e plot të aktivitetit të dyshuar kriminal. Ecime të tjera informacione, ubimi i 17 dhjetorit në Tiranë në mbështetje të ish drejtuesit të ushtrisë shërimtare të Kosovës është shparaqitur gjërësisht në media më të mëdha ndërkombëtare, që e kanë përshkruar si një demonstrim të fuqishëm solidariteti mbarkombëtar. Mediat ndërkombëtare i kanë bërë jehonën të gjatë protestës madhështore të mbajtur në Tiranë me 17 dhjetor, ku 10 mijëra qytetarë shqiptar nga të gjitha trevat shqipfolse u bashkuan për të shprehur mbështetjen e tyre ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe 3 ish-komandantëve të lartë të UÇK-s që po përballen me drejtësinë në gjykatën speciale të Hagës. Agjencia Reuters në një artikull të gjerë përshkruan protestën që u dominuan nga flamuj të kuq të zi dhe ata të UÇK-s. Të 4 burrat janë në gjyq për një gjykatë speciale në Hagë, të akuzuar për krime lufte të supozuara të kryera gjatë kryengritjes të viteve 1998-1999, të cilat në fund çojnë në pavarësinë e Kosovës nga Serbia, duke u kthyer ata në heroj në sytë e shumë kosovarëve. Shkruan Reuters duke shtuar se procesi gjyqësor pritet të zgjasë deri në fillim të vitit 2026, megjithëse një datë përfundimtare ende nuk është caktuar. Ndërkohë, Associated Press citon kreun e organizatës së veteranëve të UÇK-s, i cili theksoi se shqiptarët nuk besojnë te dhomat e specializuara, duke i cilësuar proceset e Hagës si të ardhme dhe të padrejta. Edhe The Washington Post i ka kushtuar hapësirën botës duke raportuar se protestues nga Kosova dhe vende të tjera europiane mbushin sheshin Skënderbej në Tiranë për të kërkuar drejtësinë për ish-drejtuesit arratosur të UÇK-s. Në të njëjtën linjë, New York Post shkruan se më shumë prej pesëmarrjes mbanin flamuj kombëtar shqiptar dhe të UÇK-s, ndërsa The Telegraph përshkruan protestën si një tubi masiv dhe paqësor që zhvilloi në thirrjet liri për çlirimtarët. Kjo jehon ndërkombëtare e protestës në Tiranë dëshmon se çështja e ish-krerëve të UÇK-s mbetet një temë me ndjeshmëri të lartë jo vetëm për shqiptarët, por edhe për opinionin publik ndërkombëtar që po ndjek vëmendje në procesin gjyqësor ndaj tyre. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 19 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me lagështi mesatare, të cilat do të sjellin mot të paqëndrueshëm me rreshje të lehta në orët e paradites, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasdite pritet përmirësim gradual me kthjellime të pjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor dhe jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metër për sekond në intervale të shkurtra. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 tetor do të jetë në orën 6:50, ndërsa perëndimi në orën 18:02. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi,
7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 20 gradë Celsius. Bera, 10 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me vranësira të dendura dhe rreshje të lehta në disa rajone gjatorëve të paradites, ndërsa pasdite pritet stabilizim gradual i kushteve atmosferike me intervale të shkurtra dielli. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 tetor do të jetë në orën 6:46, ndërsa perëndimi në orën 17:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë, 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 15 gradë Celsius. Suhare, 6 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe të tjera lajme, ju mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Gjithashtu mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim.